aty ku ka pas potencialit rrezik më të madh, edhe gjatë kohës gjatës festivaleve, jo veç rock dhe blues, ku vërehet numri më i madh i vizitorëve, kamerat e sigurisë janë një element shtesë që në mënyrë preventive i parandalon eventualisht ndonjë incident të mundshëm, edhe pse deri më tani s'ka pas, po gjithmonë është e rëndësishme preventiva përpara se më marrë me pasoja eventualisht. Po me policinë e Kosovës kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, edhe me kompanitë e sigurimit privat, edhe kompanitë e sigurimit privat shpesh sponsorizojnë, domethënë vinë i ofrojnë shërbimet po pa kompenzim. Pa policia janë për çdo lavdat. Ne para çdo aktiviteti që e kemi, i çojmë agjentën e policisë Kosovës në email dhe gjithsesi ata janë të gatshëm të na asistojnë në çfarëdo forme që ka nevojë. Po. Kryetar, cila do të ishte ëndra jote, cilin grup të rockut ose cilin orkestër do doje që ta kishe në këtë festival? Tash unë kom dëgju shumë bende, edhe ka shumë emra të mëdha, shumë bende të mëdha, po megjithatë kisha pas dëshirë Santanën me prunë prezent edhe në Kosovë. A do të ke mundësi me realizu këtë ëndër, nuk e di, për shkak se Santana i ka një 7-8 vjet, po le të shpresojmë që do të bëhet e mundshme ndoshta brenda 2-3 vite. Ndoshta edhe si mysafir special. Nëse arrim me bëu ato, atëherë një mramje e ndajmë kështu kushtimisht me thonë, rezervojmë veç për një band tillë Carlos Santana. A sa në gjasat që mendojnë gjë të tillë? Po gjasat, me teoritë gjasave me spekulu është pak problematike, se ka njëherë 1% si i mundshëm bëhet 100%, e ka njëherë 99% si i bëhet i pa mundshëm. Unë besoj që do t'jetë e mundshme, nëse nuk do t'jetë Carlos Santana, mund t'jetë ndonjë band tjetër, për shembull Scorpions, ose Billy Idol, ose ndonjë emër tjetër. Po megjithatë niveli tillë nuk është e lehtë, po nëse realizohet është një satisfaksion, edhe nga aspekti i plotësimit një motivi personal, po dhe nga aspekti i prezantimit një vlere të promosave globale audiencës kosovare. A do të ishte ai kulmi i këtij festivali? Besoj se po. Domethënë mramja e tretë imagjinoni me pas mysafir Santana, ose Billy Idol, ose Paul Rogers. Paul Rogers për shembull një si ndërkombëtar më të mirë në Britani të madhe të rock muzikës. Asi emra me pru këtu, është një e arritën, është prestigj, edhe është masena legjitimim për vitin e ardhshëm, se zakonisht bendet pyesin cili festival është ky, kush ka qenë vitin e kaluar. E kur ti thuti që vitin e kaluar ka qenë për shembull Santana ose Billy Idol, ose Paul Rogers, ose Scorpionsat, shumë ma lehtë e vendosin më ardh, se e kuptojnë që bëhet fjalë për një organizim serioz. Po e dëgjojmë në sa tingujt, nuk e di kujt janë. Santana. Po me zona opinion, po më çudit kjo, po okay, mirë shumë.